Botrori ka nisur zyrtarisht dhe emocionet sapo kanë filluar. Janë luajtur 4 ndeshjet e para ku 3 ekipet organizatore kanë treguar forcën e tyre. Meksika fitoi me Afrikën e Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës fituan 4-1 kundër Paraguajt, ndërsa Kanadaja barazoi 1-1 kundër Bosnjës. Gjithashtu dhe Korea e Jugut siguroi një fitore të madhe duke fituar me përmbysje ndaj Çekisë. Por jemi vetëm në fillim të botrorit dhe ndeshjet më të forta nuk kanë nisur akoma. Sonte në mesnatë kemi dhe përballjen e parë të fortë të këtij botrori, Brazil-Marok. Para se të shkojmë te Brazili, në orën 9 luan Zvicra me Katarin. Kjo është preview-ja e ndeshjes. Katari dhe Zvicra përballen për herë të parë në historinë e Kupës së Botës. Për Katarin kjo është pjesëmarrja e dytë në një botror, por e para siguruar përmes kualifikueseve, pasi në vitin 2022 ishte vendi organizator. Kombëtarja aziatike synon të lërë pas paraqitjen zhgënjyese të 4 viteve më parë, ku humbi të 3 ndeshjet e grupit. Forca kryesore e Katarit mbetet sulmi. Almoez Ali ishte golashënuesi më i miri i kualifikuesve aziatike me 12 gola, ndërsa Akram Afif regjistroi 11 asistime, më shumë se çdo lojtar tjetër. Interesant është fakti se 41% e golave të Katarit në eliminatore erdhën nga goditjet standarde. Nga ana tjetër, Zvicra luan në botrorin e 13 dhe të 6 rradhazi. Zvicerianët siguruan kualifikimin si fituesi të grupit të tyre pa pësuar asnjë humbje dhe pa qenë asnjëherë në disavantazh gjatë eliminatoreve. Ata janë gjithashtu një nga vetëm 2 kombëtarët evropiane që kanë arritur fazën me eliminim direkt në secilën prej 6 turneve të fundit madhor, së bashku me Francën. Në letër, Zvicra është patjetër favorite, por Katari ka armë të mjaftueshme në sulm për ta bërë këtë një sfidë më të vështirë se sa duket. Dhe kalojmë te sfida e mesnatës ku Brazili sfidon Marokun. Dy kombëtarët përballen për herë të dytë në historinë e Kupës së Botës, ku takimi i vetëm mes tyre në këtë kompeticion erdhi në vitin 98 kur brazilianët fituan me rezultatin 3-0 në një ndeshje që solli golat e parë në botror për Ronaldon dhe Rivaldo. Megjithatë, përballja e fundit mes tyre ishte në vitin 2023 ku Maroku fitoi me rezultatin 2-1. Brazili mbetet kombëtarja më e suksesshme në historinë e Kupës së Botës me 5 trofe dhe si e vetmja skuadër që ka marrë pjesë në të gjithë edicionet që nga viti 1930. Megjithatë, forma e fundit ngre disa pikpyetje. Eliminatoret për botrorin 2026 ishin më të dobët e tyre në 3 dekadat e fundit. Pavarësisht kësaj, Brazili nuk ka humbur asnjë ndeshje hapësi të Kupës së Botës që nga viti 1934. Maroku vjen me besim të madh pas ecesurisë historike në Katar 2022, ku u bë kombëtarja e parë afrikane që arriti në gjysmëfinale. Ata fituan të 8 ndeshjet kualifikuese për botrorin 2026 dhe mbeten një nga ekipet më të organizuara në aspektin e mbrojtjes. Një nga historitë më interesante të kësaj ndeshje është debutimi i Carlo Ancelotti si trajner i Brazilit në një kampionat botror. Italiani synon të rikthejë Brazilin në majën e futbollit botror, por përballë do të ketë një Marok që tashmë nuk konsiderohet më surprizë. Kalojmë te sfida tjetër e grupit ku Haiti sfidon Skocinë në orën 3 të mëngjesit. Haiti rikthehet në Kupën e Botës pas 52 vitesh. Skocia nga ana tjetër luan botrorin e saj të parë që nga viti 1998, duke i dhënë fund një pritje 28 vjeçare. Megjithatë, skocezët nuk kanë fituar asnjë ndeshje hapësi që nga viti 1982, ndërsa nuk e kanë kaluar kurrë fazën e grupeve në 8 pjesëmarrjet e tyre të mëparshme. Edhe pse Skocia konsiderohet favorite, të dyja skuadrat kanë treguar dobësi në mbrojtje gjatë rrugës drejt botrorit, çka mund ta bëjë këtë një nga ndeshjet më të hapura të grupit. Në ndeshja tjetër e orës 6, Australia sfidon Turqinë. Dy kombëtarët përballen për herë të tretë në histori pas dy fitoreve të Turqisë në ndeshje miqësore gjatë vitit 2004. Kjo sfidë si të përballje dy skuadrat që siguruan kualifikimin në mënyra të ndryshme, por që ndajnë ambicien për të nisur me fitore aventurën në Kupën e Botës. Australia po merr pjesë në botrorin e 7 dhe të 6 rradhazi. Ata nuk kanë shkuar kurrë më larg se faza e 1/8-ave, por në vitin 2022 arritën për herë të parë të fitonin më shumë se një ndeshje në një edicion. Ndërkohë Turqia rikthehet në botror për herë të parë që nga viti 2002, kur arriti një vend historik në podium duke përfunduar e treta. Turqit kaluan përmes play-offit ku në finale mposhtën Kosovën. Si i parashikoni rezultatet e 4 ndeshjeve? Komentoni më poshtë dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.